Atëherë, projekti ka pasur dy shtylla kryesore. Shtylla e parë ka qenë me fuqizimin e shoqërisë civile, dhe për këtë zoti Doçi do të flas pak më vonë. Duke u ndalur tek pyetja juaj, drejtimi i dytë ka qenë kryesisht në pjesën e institucioneve publike. Çfarë do të thotë? Projekti ka shtrirë aktivitetet e tij kryesisht mbështetur në veprimtarinë ose fushën e veprimtarisë së këtyre institucioneve. Që do të thotë, fillimisht u fokusuam tek autoriteti kombëtar i ushqimit, dhe ajo çfarë ne bëm ishte një vlerësim i nevojave të autoritetit kombëtar të ushqimit në këndvështrimin e ekspertëve të fushës, se për çfarë ky autoritet, duke mbështetur gjithashtu dhe në kuadër të progres raportit, por dhe sfidave që ka veçanërisht kapitulli 12 që përfshin sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe rregullat e fitosanitare, çfarë ka mangësi, çfarë duhet të ketë prioritete dhe si mund të zhvillohet më tej. Dhe të dhënat treguan në fakt që ajo që është shumë e rëndësishme kërkohet që të ketë fuqizim të kapaciteteve, fuqizim institucional. E përkthyer kjo në trajnime kryesisht të stafeve të autoritetit kombëtar të ushqimit, jo vetëm të drejtorisë pikërisht drejtorisë përgjithshme të AKU-s në Tiranë, por mbi të gjitha edhe për 12 drejtoritë rajonale. Ajo që u konstatua dhe që në fakt është tashmë e ditur dhe që është dhe në gjithë progres raportin në diskutimin dhe në tryezat, është pikërisht pjesa e laboratorëve të akredituar dhe të analizave. Është shumë e nevojshme që të ruhet memoria institucionale, dhe në fakt kjo u vëre sepse qendra në kuadër të projektit ofroi një trajnim 3 ditor për pikërisht për disa nga inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit dhe nga ana tjetër dhe agjencisë kombëtare të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve, ku vëre në fakt që pavarësisht fuqizimit dhe trajnimit që ne ofruam, ishte thjesht një trajnim 3 ditor, kishim inspektor të përgatitur me vullnet mirë për të punuar dhe në përputhje me standardet e kërkuara për sa i përket inspektimit. Gjithashtu, një mesazh tjetër që u dërguar nëpërmjet trajnimeve, po edhe nëpërmjet këtij zëri, ishte dhe fakti që është nevojshme që të rikthehen me kapacitet të plot për sa i përket inspektimit dhe trupat inspektuese të autoritetit kombëtar të ushqimit së bashku pra drejtorisë, por dhe me 12 drejtoritë rajonale në përqarqe për të rikthyer në inspektimet, pasi në fakt siguria ushqimore është prezente në gjithë